Bashkëpunëtori i drejtësisë Artan Tafani ka vijuar dëshminë e tij në gjykatën e posaçme, duke zbardhur detaje të reja mbi veprimtarinë e grupit kriminal të drejtuar nga Lajert Haxhiu. Pentito i drejtësisë tregoi se puna e parë që Haxhiu i ka dhënë ka qenë vendosja një tritoli në Lushnjë tek banesa e një personi që kishte bler mall prej bandës së Haxhiut, por nuk kishte kryer pagesën. Tafani tregon se gjatë gjithë kësaj kohe, ndaj tij kishte një presion të vazhdueshëm, ndërsa shton se kjo punë ishte si një test për të provuar nëse ai bënte për punë ose jo. Për Lajertin kisha dëgjuar vetëm në përlajme. U takuam në Dajt në një restorant ku Lajerti më mori jashtë që të flisnim. Atë natë ndenjëm atje. Unë u tremba sepse thash pse më morën mua këta, kur pash Lajert Haxhiun. Ai më tha do bëjmë ndonjë punë, do të ndihmoj unë me ndonjë mall. Më duket se dinte që isha keq me lekët. Të nesërmen Lajerti dhe Ligori ikën për Korç. Unë u takova me Klajdin dhe me Lulzimin dhe ikëm në Lushnjë. Gjatë rrugës më dhan 500 euro dhe 500 të tjera mi dhan pas 2-3 ditësh. U shpreh penduari i drejtësisë. Artan Tafani ka treguar gjithashtu dhe se si ka kryer vrasjen e parë, urdhër i dhënë po ashtu nga Lajert Haxhiu. Ai tregon përpara gjykatës se Lajert Haxhiu i dha urdhër për të ekzekutuar Çajup Selimin, ndërsa tregon se kur ka marrë fillimisht këtë punë, ka ngelur i shtangur. Vrasja do të ekzekutohej nga ai dhe Ligori, nga ku do të përfitonin ka 25.000 euro secili.